Kamër Allah, femra plot më kapin gocat ke blogu më vërë, shipe se jo, tërviza. 7.000 lekë dhe është taksis. 10 metra zbrit aty, 20 euro aty miku taksia. Që të vesh nga Librarzi në Tiranë, prish 1 milion lekë. Ju si ujqër, a do mblidheni për të rëzuar... Unë jam kapatani, ja kupton, le të rëzoj me Liramën, po ti bëjmë përshëndetje të avlandit, i ke bezdi. Miq, jemi me ujkun e Librazit. Përshëndetje. Unë kam qenë Zvicër, një vjetën, na kupton, kam pas leke, femra... Jam 500 vjetë para, kupton vajnë. Ike me tullumbaca, me balona ike. Pa dokumenta fare. Ne që jemi 500 vjetë para Ju që jeni Tiranë, sa kupton, a ju rregullon e Tirana, kryeministri, me Taulan Ballën, nga Librazdi. Ata keni votu, a kupton vajnë. A njeh Taulan Ballën? Njove nga Librazdi, patrioti im është. Po. Si e njohin Librazdiotët Taulan Ballën? Njeri më i mirë nuk ka ku është super njeri për mua, a kupton? Taulan Balla është 500 vjetë para dhe 500 vjetë mbrapa. 500 vjetë para, shumë i zhvilluar, a kupton? Është shumë e shkollë, e ka bërë shkollë në Rusi, a kupton? Balla. Po, Balla. Qa e bën të mirë Taulan Ballën, duke që se është 500 vjetë para? Taulan Ballën e bën mirë, domethënë se është Tiranë, ka blerë shtëpia në Tiranë, e ka lënë Librazin, a kupton? Për vete, domethënë. Për vete, domethënë është rregulluar për vete. Po për ne që jemi 500 vjetë mbrapa? Po jo, më ju seni 500 vjetë para, ju Tiranësit mirë, 200 vjetë i kapë, ja kupton dhajnë. E ule qikë. Po çfarë të them unë tash? Isha ke klani, sa shtipja në intervjistë atje. E qa merës një, qa bën? Tash ju për momentin u merre me gipsa me gjëra. Gipsa. Po, shpatullime, kapota, kështu garfjata, gjëra, më kupton dhajnë. Qa e bën të famshëm ujkun e Librazit? Po të famshëm e bën domethënë futen TikTok, flasim me vipat. Sa ujqër? Dalin blog, i më gjithë ujqet, nuk kupton. Sa ujqër ka Shqipëria? Mund të ketë 100 ujqër, në gjithë Shqipërinë, po. Ti e koka? Çorriku, unë i kam rraf ata, kupton. Ti e ke rraf ujkun? Unë jam më i bukur. Se kam parë në qarkullim ujkun. Po valla, unë jam ujku Librazit më i bukur, e kupton. Unë i kpuz gjatë i kpuz gjithë. Unë kam ngel pasuria, kam ngel pak dobët për momentin, a kupton. Po prap, rushiri me Gucci me gjithë, a kupton. Me TikTok me njëra tjetrën, ja. Shikoja. Maqedoni dhe iki këta 3-4 ditë. TikTokun e kam hapet me 18, ja? Në takosh në njërë në dhe? Kamër Allah, femra plot më kapin gocat ke blogu më vërë, shipe se jo, tërviza. Veonaza, Rolexa, gjëra, Sinxhirat. Më kapin armrat po. Kush e më të mirë, femrat e blokut apo ato ande Zvicra gjëra? Ata Zvicrës nuk shohin shumë lekun këtë, a kupton vajnë. Kurse këta blokut ta i kanë lekët, i kanë makinat, i kanë gjitha. Konditat, lokalet i kanë me gallux, a kupton vajnë. Kur thot Kozak Braçe. Po flasim për ty, domethënë kush femrat pëlqen më shumë? Mu më shumë pëlqen këta Tiranës, këta blokut, a kupton. Këta i kanë më fiksim, se këta më shumë unë vizitojnë, më japin lek. Çfarë femrat pëlqen më shumë? Po këta që janë të gjata, 2 metroshe. Po, këta modelet. Po ta kesh femër më të gjatë, ça qefi ke? Po çfarë që kam? Asa është më mirë ta kesh më të menaxhueshme. Është kënaqësi, a kupton, të ketë makinë, të ketë shtëpia moderne, të ketë një biznes. Ti gjithmonë me idenë që të ketë ajo dhe mos ke mund. Po të ketë ajo, unë jam më mirë ti ajo se. Po ajo duhet mbesh, mund mbesh me diamant, më maj me diamant, vezë gjira Floriu, Nasa, Rolexa. E veçanta e ujqërve. Më vesh Armani, Gucci, e kupton, s'u kështu kam net valla. E veçanta e ujqërve pra është Shikoj pak. Ke Facebook aty? Ke? S'kam për momentin, po. Shipe çik drejt, si kam qenë unë 20 vjeç në Zvicër, fotografoja këta nxjerr pak televizor. Që ka thyrë. Mbran uj. Që sa e bukur kjo gazetare, po të nxjerrësh televizorin, më haxha në yll. Mirë, bukuroshe. Sora më e bukur aty. Unë më lëshon blog i marrja 1 milion lekë për 5 minuta aty. Blog jam qas, haxha, 4 berbera më rike koka. 4 berbera të koka. Po. Unë kam dalë KBC, por ujku Librazit, si pasini pa ajo mua. KBC ku te çan? KBC këtu kam dalë. Kë gazetare KBC këtu para sheshit këtu. Kam dhënë intervistë. Haxha, jam njohin gjithë. Tash po thotë KBC është ajo. Tash e kam ndruar, e kam me ujku Librazit se janë bërë gjithë ujq, duhet i mysim ata, ti lidhen me zinxhirat i tërheqin me ranxher. Si është kjo konkurenca mes ujqërve? Unë jam më i bukur, e kupton, më i fortë sot për sot, që i mys gjithë. I mys ke çani. Me vrap, me mundje, me karate, me fjalë, me gjithë, jam mas nga goja, jam brisk. Brisk berberi. Jam berberi kategorisë 7. Karate, boks, a kupton, king box. Zënë një me këtë... Me këtë, më ujkën e Sërikut. E kam rraf e 3-4 herë në TikTok e kam rraf plerën. Ai me kurar falsë, a kupton vajnë. Ti nga Librazi ka rraf atë në TikTok në Sërikut? Po dha, unë kam rraf studio Karian Çani, kemi qenë unë, ai dhe ujku Shiagut. 3 ujqë, a kupton. Unë kam qenë ujku Librazit, ka qenë ujku Beratit plak. Si pas ka dhe Berati ujk? Po ka pra i plak, i ujk plak, pa dhëm, a kupton. Dhe mu i me më karan dhëmët. Ta ujqit plej që janë pak të rrezikshëm se kanë ata eksperiencën e moshës e din me gjuhë më mirë. Nuk din të bërtasin, a kupton vaj, nuk din të bërtasin, nuk din të bëjnë sujtë. Si për të disur, pa
Sa i bukur jam sa gjanë nuk kam. Unë jam e bukur Shqipëris, më bukur jam kapotani. Jam super model, po më shur pak zëri, se jam pa ngram pak kështu. I kam marrë lekë vetëm autobusa, shko lart, shko poshtë. 7.000 lekë dhe është taksis. 10 metra zbrit aty, 20 euro aty miku taksia. Ja këtu në Tiranë, kështu. Ashtë sa pa kultura njerëz, danezë është i malborati. Po ti danezë është i me bukuroshe. Sa e bukur që ka kjo bu, na muaj pshafë. So? Na tregove Shikoja pak, tash do flas pak për jetën time, apo më. Kam qenë fushkruj, isha i Wittenburg fushkruj. I e bërtica si ujk. Au, sa i bukur jam sa nuk kam, jam ujku librazit, ata Malbora çunat e burgut fushkruj siguri dart. Po çfarë në burgut? Rafën ai ujk tjetër? Rafa njëri, Rafa gorillën e Vlorës Keteku në Tiranë, Keteku. Edhe më kapi policia Fargës. Vlora s'pas ka ujk. Ja, Vlora ka gorillën, a kupton. E kapa në karike mesazh, unë i kisha mush duhet të unaza të gjëra. I futa i daja gadion aty, i thashim se më shahu TikTok. Ajo dhe Edi Rama tenton ta mbyllë këtë TikTok sepse Po lëre me Edi Rama i ka marru mandati Edi Ramës, ka 3 mandate, ka fulli Shqipërinë, a kupton. As ka për ta çuar në Europë çaj. Edhe ju si ujqër Po vlla, Edi Rama. po vlla, në Europë çaj Sala. Sala lëroi Shqipërinë. Sala lëroi gjithë, a kupton. Hani pini libertà, nuk e lëroi Edi Rama. Sala liroi dhe Edi Rama, apo jo? Çmoi pushtet. Po vlla, Edi Rama ishte kryetar bashkia, a kupton, ku ishte Sala më kohët. Ku ishte Sala kishim lek, më punë arritën xhepi me 1 milion lekë. Mas kemi 20.000 lekë xhep, ti kim hami drejt me fe, mos sa goca të bukur ka, shisim shoh. Po shikoj këta goca, shisim shoh. Vetëm 7 berbera. Shikoj 4 berbera, shi sa goca të bukur ka, nuk është gjinaf tash. Çfarë aspekti? Unë du t'i këtë ly, a nuk është gjinaf, mos i qërasësh ata pizza gjëra. Këtu ta kam llavin, që të vesh nga librazhin Tiranë, prishësh 1 milion lekë. Ju si ujqër, ato mblidheni për të rëzuar. Unë jam kapotani, ja kupton, ne dhe rëzojmë Edi Ramën, po jo me Salën, dhe rëzojmë vetëm kështu. Unë jam kapotani, ja kupton, kam bërë dorëheqje nga ujk. Nuk jam ujk, a kupton? E kam ndru, kapotani. Çfarë do të thënë kjo? Kapotani jam TikTok, a kupton, jam mret, jam i bukur Shqipërisë, jam princ për veten time. Jam king oficial zvicerian, a kupton? Se unë ike thash me ballon, ike Zvicër dha. Unë atje e bëj jetën, a kupton? Atje kam Ferrari, kam Porsche, kam femra, kam biznese, kam konfisku 100 milion franga. Kush ti konfisku? Zvicra dha, se kam bë 5 vjet burg. Legena që ata zviceranë do bëra, si mund merr, Po, si mund merr. tash do t'rregoj çik, a kupton, do t'rregoj çik fotografinë time si kam qenë 20 vjeç, më që s'pas në Facebook ti. Shive e mretin këtu bukuroshin e Shqipërisë. E merra këtë fotografoja, këtë fotografi e t'rregoja këtyre. Zira në televizor këtë po desha, ta fotografoj kjo goca. Kur kam qenë i rjellë, a kupton? Se kam dhe telefonin me defekt. Ka fajin Zvicra që ka konfiskuar ato gjëra. Pra që ti bëhen Zvicrës tash. Shive punët që bëhen, si kam qenë Zvicrën, me kostum, me këmisht kuqe, shive, ja ku jam tu, dritan qota, mere këtë, shive. A shikon punët, si i bëj gipsat gjërat, garfjatat, a kupton, se jam mjeshtër, thash. Shive. Rruja. Me këto, me grafiato. Shikoje. Fotografoje qik. E fotografon dot? Me këto e ke bler Ferrari, cila që ka konfiskuar. Jo rëdha, jam i blen femra dolar, se jam i bukur, a kupton. Kam tak, shive. Filmoj pak t'ju bota. I shikon? Filmojnë? Çfarë thirrje ke për gjithë ujqit e tjerë që ndrojnë emrin? Keni thirrje? Ujqit e tjerë kanë fulli Shqipërinë, a kupton, duhet t'i lidhim, t'i mysim, me si gjithë vlorjeri. Çfarë bën një ujë që mos ta fliqim më Shqipërinë olla se na mbytur? Po çfarë bën Allah, mos merret, mos... Edi Rama për shembull, ujët e ujqit. Po Edi Rama nuk merret. Ja, ma, Edi Rama është... Më rregull edhe 3 mandata, a kupton, çfarë bën? Po Belinda Balluku. Belinda Balluku ka fulli zhvenin, ka vjes, ka bërë, duhet... A është ujkonja jo? është ulkonja, po duhet hyj mrena që të futet edhe Rama mrena me Belinda Balluku. Ulkonja kujt është aty? Ulkonja Ramës, dashnore Ramës është. Pa i merr Ramës më është Belinda Balluku. Po i shem me tunelet. Po olla ne në TikTok rrim, i dim gjitha. Si po shem? Po i shikojmë valla video gjëra, storyt, bëjmë muhabet, njëri me tjetrin, me Alex Vishë me diamantin blu me Kozak Braçet. Ajo dashnore e Ramës personale, a kupton? Ti je më i famshëm, pastaj është Alex Visha. Unë jam i Alex Visha është numër 1. Unë jam i bukur, a kupton? Unë jam i bukur i Librazhit. Unë jam kapotani, kam qenë ujku i Librazhit kur jam prezantuar fillim. Tash e kam bërë kapotani, jam ndrova se mbien turp që të prezantoha më ujk, a kupton? Respekt, ishte kënaqësi që Po emri si e kishe ti? Ne kemi Shqeto te YouTube-i dhe te TikTok. Çfarë ashtu jeni ju? Shqeto pra. Shqeto e keni ju? Televizor. TikTok, YouTube, Instagram. Kur do ma jallësh këtë video mu? Kur do ma shpërndarësh? Sot ndarje do të bëjun ujku më të famshëm në Shqipëri. Kapotani, e kupton, i bukur i TikTokut. Kapotani, mreti, princi Librazhit e bashkë. Princi Librazhit, shoku i ngushtë i Taulant Ballës.
Po, Shok kam fëmijërie. qenë me freshin. Ti Fresh. bëmi përshëndetje të Aulandit, i ke bezdi? Përshëndesim Edi Ramën, kryeministrin, presidentin, kapitani nga Librazhdi, dritan Çota nga Librazhdi, se mjef mirë të Aulandit, u kam qenë me freshin. Unë e kam nimu dhe Edi Ramën dhe të Aulandin. Unë kam nimu qike Fatosnano, gjetra me qëpdiq, të Aulandin, që u bë deputet Librazhdi e votumne, e di shumë mirë të Auland Balla, që unë i ka sen Ballës, vllai Ladi Ballës, unë jam nga Librazhdi, jam qëri Sami Çotës. Respekt o Auland Balla dhe më tako. E kupton se jam pa ta bëj intervistën këtu. Kam respekt për ty bërë Edi Ramën, për presidentin, për policinë e shtetit, për shqiponjat, për Enel, për FNSH-n, për këta. E përshëndesim çunat e burgut Fushkruj, Zoti rujt, Zoti bekov, dalshin sa më shpejt. Përshëndesim këtë gazetarin këtu, këtë bukuroshe këtu, këtë gazetarin që na po na vidmon. Nga dritan Çota nga Librazhdi, se kam qenë i vit në burg Fushkruj. Rregull, ryshi kam dal. Ke dalë firmata. Kam dal firmatëm, kam bajt çunat me Malbora, me gjëra, me ngra, me pi, vetëm su lashi me bidona, vishin bidona se s'kishte dushe. Aq poshtë ka ranë shteti, ja kupton vllai. S'na tregove pak për eksperiencën në burg. Eksperiencia në burg, unë bëra 3 muaj izolim, Rafa njërin atje. Rafa i policë atje, se më shante në bandë, ja kupton, se për ti që jam së ujk, më morin futin izolim, bëra 3 muaj izolim, e ngrita krevatin se jam mërkull, ja kupton, rrë që trupi kam. Që se e bukur, ta i që qik gjupin. Në vetëm gjupin për 900 franka, ja kupton. Që ma ble femra. Mos na vjedh ndonjëri. Pa leta vjedhi më bërë, nuk është problem. Që si më qekmangët kapotani. A gjën. Në burgo dha, edhe hasmi që është hasëm, ati marina mos e paf, shka kupton dhajnë. U lashi me bidona dha, merë bidona 10 kilsh, i mushim më uja, aty i vishin penxerë, ku kishte diell, u ngrofshin, u lashin. Dushet rishin atje vonë, as korrent, as i gjë. S'punosh. Pse se vishin? Po t'ket turp shteti pra, ky është shteti. Po pse nuk e vinin dushin o, si laç më të ftohtë. Po s'kishte korrent Shqipëria dha, e po derdhen i do centralet. Po çfarë viti bëhet fjalë? Po ta shiu dha para 3 vjetëve, ky mohabet. Para 3 vjetëve Po, s'kishte. para 3 vjetëve dola. Ishte katastrofë, si peqin, si atje, në çdo vend, çdo siguri lartë, vetëm muret, rrethimet që ishin sigurta. E që kishin policë. Pa ty me njëri tjetrin si rrinë, sa vetë ndon. Ne rrishim 8 veta, 10, 12, vareshe, si mas dhomave, kupton, si mas përmasave Ty të dhomave. kapën për raj. Prit mos Uno- se na bllokon ju. Unë u zura në tek në Tiranë, Rafa Gorrillën e Vlorës, karike mesazh. I futa ca grushta, ca shjelma, ca gjëra, pak king box atje. E më kapën siguritë, më kapi policia Farkës. I përshëndesim dhe ata le të vinë më kapin prap. Përshëndesim dhe policinë e Librazhdit. Atë Elbasanit i përshëndesim. Me Ishte fjalë se- kënaqësi. Edhe për mu ishte kënaqësi, Zoti rujt, Zoti bekov.